Rritja e vazhdueshme e çmimit të karburanteve vijon të rëndojë xhepat e qytetarëve shqiptar. Një ndër faktorët kryesor mbetet taksa e qarkullimit, e cila prej vitesh aplikohet mbi çdo litër nafte dhe benzine. Edhe pse të sjellë të ardhura të konsiderueshme për buxhetin, përdorimi i këtyre fondeve mbetet i paqartë. Ndërkohë infrastruktura rrugore vijon të përballet me probleme të shumta. Ironia e taksës së qarkullimit mbi karburantin në Shqipëri mbetet një nga çështjet më të debatueshme. E vendosur në vitin 2012 dhe e rritur deri në 27 lekë për litër, kjo taksë synon financimin e mirëmbajtjes së rrugëve. Përndon se vetëm në vitin 2025 u mblodhën rreth 220 milion euro, transparenca mbi përdorimin e këtyre fondeve mungon, ndërkohë shumë segmente rrugore vijojnë të jenë në gjendje problematike. Kjo barë fiskale së bashku me taksat e tjera e bën karburantin ndër më të shtrenjtët për qytetarët shqiptar në raport me të ardhurat. Çmimet rriten shpejt në treg, por ulen shumë ngadalë. Në këtë situatë, ekspertët sugjerojnë se zgjidhja më e drejtë për drejtë mbetet ulja e taksave për të lehtësuar kostot për qytetarët dhe bizneset.